Vlerësim mbi emisionin Përputhen, të drejtuar nga moderatorja Megi Pojani dhe panelisti Lajrit Vasili. Emisioni Përputhen, i transmetuar në Top Channel dhe i drejtuar nga moderatorja Megi Pojani, përfaqëson një nga programet më të ndjekura të showbizit shqiptar që ndërthuar argëtimin me debatet sociale dhe temat e marrëdhënieve në jetën e përditshme të rinjve. Në sezonin e ri me Megi Pojani në rolin e moderatores, programi ka marrë një frym të freskët, më energjike, më bashkëkohore. Megi si e stilin e saj të veçantë, të drejt për drejt spontan dhe shpesh herë provokues, çka i jep dinamik dhe ritëm debatit. Ajo arrin të mbajë një balans mes argëtimit dhe seriozitetit, duke i bërë konkurrentët të hapen dhe publikun të ndihet i përfshirë. Pjesë e rëndësishme e këtij sezoni është edhe Lajrit Vasili, i cili si panelist sjell një prurje të re në mënyrën e analizës së sjelljeve, komunikimin e emisioneve të konkurrentëve. Komunikimin dhe emocioneve të konkurrentëve. Me përvojën e tij në ardh dhe me një mendim të formuar kritik, Lajrti shton thellësi dhe reflektim në diskutimet që shpesh mund të shkojnë përtej performancës së romancave televizive, sjell një qasje më filozofike dhe njerëzore, duke dhënë emisionit peshë dhe seriozitet artistik. Nga ana vizuale dhe teknike, Përputhen ruan standardin e lartë të produksionit, ndriçim modern, skenografi dinamike dhe ritëm montazhi që i përshtatet shijeve të audiencës së re. Emisioni vazhdon të jetë një pasqyrë e kulturës së të rinjve, më të mira dhe sfidat e tyre në botën e dashurisë, komunikimit dhe vetëprezantimit. Në përfundim, Përputhen me Megi Pojani dhe Lajrit Vasilin është një përzierje e suksesshme midis argëtimit, reflektimit dhe personalitetit të fortë televiziv. Emisioni mbetet një nga formatet më të diskutueshme, por dhe më të ndjekura që arrin të ngjallë reagime, emocione dhe debat publik, tregues i qartë i ndikimit të tij në audiencën shqiptare.